Të nderuar miq të TTI-s, miq të takohemi në emisionin tonë të radhës tek mysafiri në studio, ku për sot kam të ftuar doktor Hysnit Rollin, radiolog, me të cilët jemi së bashku për minutat në vazhdim që kemi në dispozicion. Nderuar, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë gjej. Atëherë sot do të flasim me temë këtë ndryshe apo tjetër, mjekësinë alternative, e cila së fundmi është goxha e kërkuar tek shqiptarët, ka qenë sigurisht e përhapur tek vende të tjera, por tek ne jo, e cila ndonjëherë po vjen ndesh ndoshta me mjekësinë moderne, por e rëndësishme është që populli po e kërkon dhe është përhapur si shumë. Çfarë kuptojmë me mjekësinë alternative? Mjekësia alternative, domethënë, është gjeneza e saj është në kohët e lashta, domethënë duke pa njeriu nevojën për shërim dhe për medikamente të ndryshme, është lindë si nevojë e kamëshme që të reduktohen disa simptoma që shfaqen tek njerëzit. Domethënë janë përdor mjekësi të lashta pe kinezëve, indianëve, mjekësinë deri në Mesopotami, është përdor mjekësia duke i përdor resurset që i jep domethënë toka jonë, cilën e ka krijuar Zoti me nimetet e tij. Dhe zakonisht domethënë kanë përdor gjethet bimeve, kanë përdor çajna, kanë përdor vajna që i kanë nxjerrë nga frytet dhe farat e bimëve. Dhe këto domethënë kanë pas efekte kryesisht efekte ngadalshme, domethënë nuk kanë pas efekte të shpejta, por gjithsesi kanë arrit me reduktu deri dikon simptomatologjinë e disa smundjeve. Kryesisht janë përdor si çajna dhe këto kanë ndiku edhe si vajna, qoftë për lyrje, qoftë për pirje, si dhe disa janë përdor edhe në formë inhalatore. Dhe deri këtu domethënë jemi në rregull, ne e dimë efektin e shumë bimeve si eukaliptusi, menta, kamomili, gingeri, turmeriku, shumë bime cilat kanë veti shëruese, dhe mbi të gjitha është përdor si mjet shërues është përdor mjalti, për cilën do të flasim pjesën e dytë të emisionit. Do zgjerohemi pak më gjatë në efektet dhe dobitë që i sjell mjalta tek organizmi i njerit. Por duke parë parasysh që kjo mjekësi nuk i zgjedh disa probleme. Për shembull, mjekësia alternative nuk mund me zgjedh probleme kirurgjike, për shembull. Nëse një person vuan nga apendiciti akut, zorraqore që thot populli, nuk mundesh me bë zgjidhje me mjekësi alternative. Ajo don veprim urgjent kirurgjik. Dhe në të kaluamën, domethënë, përveç mjekësisë alternative është përdorur edhe kirurgjia apo metoda tjera që janë përdorur kryesisht nga persona që janë kanë më të profilizuar në këtë drejtim, qoftë në Greqinë e lashtë apo pastaj edhe në Andaluzi, siç janë përdorur nga domethënë perandoria e asaj kohe, perandoria islame, por mjekësinë me prerje e kanë përdorur thash domethënë gjithë. Kirurgji nuk mundet me zavendësu, disa gjëra nuk mundet me i zavendësu mjekësia alternative, por jemi i thartë asaj që lejohet përdoret derisa nuk keq përdoret. Shumë persona, shumë atrapaz, shumë sharlatan ndryshëm e quajnë veten mjek alternativ, por përdorin metoda jo adekuate për shërimin dhe kurimin e pacientëve me problematika ndryshme. Doktor, çka nuk shkon mes mjekësisë moderne dhe asaj alternative? Po ti falloj, nëse mund të themi thonë një lloj lufte mes kësaj dhe asaj. Kryesisht mjekësia konvencionale apo mjekësia bashkëkohore nuk i pranon metodat alternative për shkak se
nuk japin efekt direkt. Domethënë ato për me pas efekt do të përdoren ma kohë gjatë. Edhe kryesisht mjekësia alternative, po tha me mirëfillt, jo kjo mjekësia alternative cilën e kish përdorin disa persona, jo të rregullt. Ajo jep parandalim nga sëmundjet dhe këto mjekësitë alternative që kanë përdorur për shembull raj, yoga, hijamja, akupunktura, të ndryshëm që janë përdorur, këto është vërtetuar që kanë efekte të mira te personat. Po jo për shembull mundesh me pas sot nëpër YouTube duke më shuq me çikish në shtëpinë me disa metoda që janë shumë të vrazhda. Pra jo çdo kush mundet me punu punën e mjekësisë alternative. Është një vallë shkollë në vetë. Absolut, do të ketë trajtime. Jo përmes mësimeve në mediat sociale. Po, do të ketë lexime, do të ketë trajtime ndryshme, sepse shpesh herë ato suplementet apo solucionet që bëhen jo në mënyrë sterile, jo me substanca adekuate, domethënë nuk përdoret thjesht sterilizimi atyve metodave, atyve çullnave që i bojnë ata për mi përdorur tek njerëzit. Ndërsa të çajin ato është pak më lehtë për shkak se përdoren gjethet, përdoren lulet e tyre, është më lehtë çaji për përdorim, por na dimë që çaji ndikon pozitivisht, ka pak lloj çajna që kanë efekte anësore, thjesht çajnat unë mendoj që edhe gjithë mendimtarët edhe mjekët edhe e përdoren edhe vetë, domethënë çajnat e ndryshme, po thash nuk japin zgjidhje për shumë sëmundje, cilët mjekësia bashkëkohore sot ju jep sëmundje. Që në marketingu që i bëhet nga disa persona të ndryshëm, mjekësisë alternative, pra shëron çdo sëmundje, ose mjekon çdo sëmundje, pothuajse në fakt disa gjëra nuk mund të mjekojnë. Është shumë e rëndësishme që dëgjohet se nuk kanë nëse disa çajra që përdorin disa produkte bio që i themi, nëse nuk të mjekon, të paktën nuk të sëmund që mund të pas efekte anësore disa prej medikamenteve të mjekësisë bashkëkohore. Sa është e vërtetë kjo? Dëgjoj, pointa është që shpesh herë dëgjojmë te pacientat thotë doktor, unë e kam përdorur vajgurin ose këto gjonat që i përdorin, edhe thotë kam arrit, më kanë ndihmuar shumë. Po në njëjtën kohë ky person ka përdorur edhe metodat bashkëkohore të mjekësisë, ka përdorur kimioterapi, ka përdorur radioterapi, ka përdorur domethënë terapi bashkëkohore, edhe tash suksesin ja jep ndoshta gabimisht çati përdorimi çati vajgurit ose në subvencion ndryshëm që e ka përdor nga persona caktuar. Për atë arsye, shpesh herë edhe mjekët kanë të vështirë me i thonë pacientit, për shembull pacient që kanë karcinoma, kanë tumor ndryshëm, me i thonë mos e përdor, atë ne kanë të vështirë veç kur e din direkt që ka efekt negativ, atëherë domethënë mjeku i thotë jo se është pak e vështirë në aspektin njerëzor me ja ndalu pacientit përdorimin e një substance që ai e përdor duke dëgjuar fjalë që ajo po ban mirë, po ban mrekulli, edhe shpesh herë mjekët gjenden në pozitë pa lakmueshme, nuk e marrin atë guximin ose atë e kursejnë kuptimin asoj pacientit duke i thonë mundesh me vazhdu me përdor, por një ndërkohë mos me lënë edhe përdorimin e mjekësisë, metodave bashkëkohore. Shikoni, mjekësia ka avancuar shumë, sot nëpër botë flitet për intervenime direkte në tumor, në karcinoma ndryshme, në metastaza, bën të ablacione të tumorve, bën embolizime të tumorve, të furnizimit gjakut të tumorve, futet përmes intervenimeve endovaskulare. Edhe këtu s'ka gjesh mjekësia alternative. Absolut, domethënë ti nuk mundesh me zëvendësu me disa subvencione në disa borna alternative që i përdorin këta me zëvendësu metodën që sot domosht shkenca ka arrit aq larg, shkenca e mjekësisë bashkëkohore, dhe nuk ban mu neglizhu në asnjë formë popullsia jonë mu mashtru mas personave që ky lloj vaji, ky lloj acidi, ky lloj ku e di unë çka po ban mrekullitë të martë. Doktor, po dalëm tek mjalta, pra mjalta dhe dobitë e saj. Edhe në këtë tregun tashmë të hapur të Kosovës dhe me gjerë kemi mjalta të ndryshme, madje
patentuar disa batuta mjaltë për gjithçka, deri tek ato politike mjaltë me kalu pragun. Mirë, po cila është e vërteta e mjaltës, pra dobitë e saj? Mjalta, normal nga unë nuk e kisha qujtë edhe mjekësi alternative mjaltën, sepse mjalta është një lëngo... është më veçantë. Po, do më thonë është lëngo më i mrekullueshëm që ekziston në sipërfaqe të tokës, është mjalta si lëng i cili del nga një insekt shumë i mrekullueshëm dhe këta nuk mundet me kontestu asnjë person, asnjë laborator dhe asnjë mjek i çfarëdo lamie që është me demantu apo me hedh poshtë dobitë e rëndësisë mjaltës. Mjalta që në kohat e lashta është përdorur si mjet për kurimin dhe shërimin e njerëzve. Por këtu, do më thonë, ka format se si të përdoret mjalta, do më thonë si të përdoret edhe cila mjaltë përdoret. Mjalta na e dim, do më thonë që është e përmendur edhe në Kur'an, në surën Neml, ajeti 59, ku Zoti në Kur'an thot, nga barqet e tyre bleteve del lëng, ngjyra e cilit është e ndryshme dhe në të cilën ka shërim. Bar ilaç për njerëzit, edhe në këtë ka arsye për atë popull që mendon thellë. Do më thonë, edhe vetë në Kur'an po na tregon që është një lëng i cili ka ngjyra ndryshme. Tash ngjyrat e ndryshme përcaktojnë në bazë të nektarit apo bimëve që i merr bleta. Dhe Zoti po na thot në Kur'an që ka shërim. Dhe pa dyshim fjala e Zotit është më e vërteta. Dhe me këtë janë marrë studiuesi që në kohat e lashta. Mjalti që në kohat e lashta u përdor si laksativ. Do më thonë, kur personat kanë pas konstipacion, kur kanë pas, nuk kanë mujtë me defeku për një kohë gjatë, është përdor mjalta për me i pastru zort, gjithashtu përdorimi i mjaltës në një kohë të përditshme e pastron edhe mëlçin nga toksinat, e pastron nga yndyra dhe substancat toksike që gëmbëllohen në mëlçi, gjithashtu ndihmon edhe në pastrimin e veshkave dhe fshikjes urinare. Mjalta është përdorur si konservans. Do më thonë, shpeshherë i kanë për shkak se në të kaluamën këto metodat nuk kanë ekzistuar frigoriferët, mjaltën e kanë lyu mishin me mjaltë edhe ka qëndruar deri në 3 muaj i konservuar. Dihet se mjalta ka dhe substanca baktericide dhe bakteriostatike në përbarje, për atë arsye edhe qëndron me vite gjatë, deri në 3000 vjet është gjetë mjaltë në për shpella apo në për vendet caktume ku gjetë mjaltë 3000 vjeçare vjetër dhe ka rujt cilësinë sikur të ishte nxjerrë me një kohë shkurtër. Mjalta kemi vrejt që përdoret edhe te sirupa, domethënë sirupat e kollit sidomos, vret që mjalta është përdorë në për shirupa, domethënë përdorimi i këtyre shirupave për qësimin e kollës, por ti mend si me ble shirup, mundesh me ble edhe me përdorë edhe mjaltën duke përdorë me çajna apo edhe kombinime me qep apo me xhenxhefil apo ment për me përdorë për me qetësu kollin. Mjalta gjithashtu, përdorimi i mjaltës e përmirëson oreksin. Ka persona që hup oreks sipas një kohe për shkak sëmundjeve ndryshme dhe përdorimi i mjaltës e përmirëson oreksin. Mjalta përveç që pihet, mjalta përdoret edhe për lyrje. Mund të lyhen sëmundje të caktuara të lëkurës, mund të lyhen mukozat me mjaltë, sepse mjalta thash ka elemente baktericide që shkatërrojnë mikroorganizmat, edhe ka në përbërjen vet është llogarit që 160 substanca i ka mjalta mbrana. Dhe 160 substanca ndryshme kanë gjetë duke përfshirë karbohidratet, lipidet, vitaminat, mineralet edhe substanca tjera për cilat do t'i flas ndërkohë. Mjalta ndoshta konsiderohet prej lëngjeve më detoksikues. Përdorimi i mjaltës detoksikon organizmin, i eliminon radikalet e lira edhe ndihmon shumë. Përdorimi i mjaltës esull me tretje në ujë, tash varet ose mund tretet në ujë të nxehtë ose ujë të vakët, në të ftoftë, jo temperaturë shumë lartë, me përdorë në esull
për një kohë gjatë e permision sëmundjet e lukthit, e permision sëmundjet e sistemit digestiv, i pastron mbetet që mbesin në trup. Sepse sistemi digestiv ka ato filjet, sikur peshqiri, edhe brenda tyne mund të jetë gluten, mund të jetë substancat pa të rretura, edhe përdorimi i mjaltës ato i pastron dhe i qet jashtë. Për atë arsye mjalta do të jetë ushqim ditor në trezat tona, se ka aq shumë dobi, ka aq shumë benefite nga përdorimi i mjaltës, saqë nuk konsiderohet lang që mund të ketë dobi sikurse ka mjalta. Doktor, kemi pra mjalt livadhi, mjalt bagremi, mjalt mali, mjalt pishe. Ku ta gjem diferencën ose cila është më preferuar për sëmundje të caktuara apo si, sepse ne përgjithësi deri vonë kemi përdorur si mjalt. Tashmë kemi mjalt të llojeve të ndryshme. Mjalta, janë disa mjalta, për shembull mjalt që përdoret, për shembull mjalta e pishës edhe bagremit, përdoren për edhe mjalta mare, përdoren për shërimin e sëmundjeve sistemit respirator, janë shumë dobishëm. Domethënë mundet tash po bojnë edhe disa lloje kombinime të mjaltave me vaj guse, me çajna ndryshme. Për shembull mund të përdoret edhe mjalta shërbele. Shërbele tash në Kosovë nuk ka, në rajonin e Shqipërisë ka, edhe mjalt mare edhe mjalt të shërbeles, të luleve të shërbeles. Ato janë të mira për sistemin respirator. Dhe përdorimi për një kohë gjatë, domethënë e ndihmon me u pastru apo me hek sekretet nga sistemi respirator, qoftë nga sistemi i sipërm apo i poshtëm respirator. Për atë arsye, në bazë të asaj që personi vun, atëherë do të me përdorë edhe llojin e mjaltës. Mjalta her pas here ka edhe ndryshme ngjyrën, domethënë mjalta më e qeltë është konsiderohet mjalt e livadheve, ndërsa pak nga shkon nga ngjyra e bardhë është mjalt e bagremit, dihet mjalta janë, por shumë do të me pas rëndësi edhe në cilësinë e mjaltës. Po du me cek edhe një hadith që transmeton Ibn Abbasi radiallahu anhu, ku pejgamberi sa ka thonë, shërimi është në mes të përdorimit të shërupit të mjaltës, hijamës dhe kauterizimit me zjarr. Domethënë të parën edhe dytën e ka preferuar pejgamberi alayhis salam, mjaltën edhe hijamën, ndërsa kauterizimin apo djegjen e plagëve e ka ndaluar. Këtu po flitet për shërupin e mjaltit. Domethënë shërup, domethënë diçka më i tretshëm. Mjalta shpeshherë ka viskozitet shumë të dendur, edhe për me përdor kështu, thash ka substancë shumë mund ta ndikon kur pije tesëll pak me trazu stomakun, për atë arsye preferohet tretja me ujë apo me çajna të ndryshme apo me lëng trëndafili preferohet, të tretet mjalta dhe të pihet. Mjaltën e prodhon bleta Apis mellifera, do më që Apis mellifera që mjalta që bleta punëtore. Edhe kjo kur e merr nektarin tek lulët, e ka një sistem të veçantë bleta, do më thonë e ka një sistem të veçantë, i ka dy sistem tretës në trupin e saj, ka një anatomi pak më ndryshe bleta se sa insekte tjera. Edhe masani, do më thonë aty nuk dihet, deri sot nuk është zbuluar çfarë substance liron nektarin që e krijon mjaltën. Pastaj ja e vendos në hoje, ban klabëzimin e saj apo mbyllin e vendos atë klabëzimin e saj, edhe ajo mjalta fillon tu rregullu. Sa ma gjatë që qëndron hoja, aq ma e mirë dhe ma cilësore bëhet mjalta. Mjalta do më thonë përmban në vete 80% karbohidrate. Tashtu karbohidratet e mjaltës janë kryesisht nga lule, do më thonë fruktozë ka rreth 38% prafërsisht, glukozë ka deri në 28%, po te puna glukozës do të me pas shumë kur bën të motjet se për me dallu a është cilësore, ti mendon që ka glukozë të vendosur, po edhe mjalta origjinal ka glukozë, por limiti i saj do të jetë sa më pak, aq ma cilësore. Ndërsa saharoza, që ky sheqeri që e përdorim na, nuk preferohet të ketë mbi 10%. Domethënë 10% është e tolerueshme që mjalta të ketë saharozë, por jo mbi 10% se atëherë me njerë din dyshime që kjo mjaltë është ndërhyrë nga dora njeriut duke vendosur sherbete ose sheqere ndryshme. Bleta në bazë qasaj që
në farë lule e merr edhe llojin e mjaltës. Mjalta përmban gjithashtu edhe enzime. Enzimet më të njohura të mjaltës janë invertaza, domethënë e shpërben saharozën edhe e shndron në glukozë dhe fruktozë, distaza zbërthen polisaharidet, domethënë amidonin e zbërthen e molekula më të vogla, shpesh që kjo diastaza përdoret edhe si indikator me ditë çfarë cilësie e mjaltës. Laboratoret e ndryshme e kqyrin domethënë që enzimin diastaza nëse e ka mjalta, atëherë tregon që ajo mjalt është mjalt original, se mjalta original bën që enzimin diastazë, ndërsa mjalta me sheqer nuk e përmban. Nëse një mjalt u shndru nga keshpërdorusit, u shndru domethënë në mjalt, në lëng sikur mjalt, ai është përdorur nga emulsione ndryshme, nga sheqerna ndryshme dhe nuk është mjalt për atë arsye laboratori e kqyr që atë diastazën sa ka. Glukozë oksidazën me veti antibakteriale, edhe domethënë që kjo e zbërthen glukozën dhe prodhon peroksidin e hidrogjenit, i cili ka aftësi antiseptike. Që ky peroksidi i hidrogjenit, peroksidi gjendet edhe kështu mundesh me blenë banatore si peroksid hidrogjeni, po thash edhe vetë mjalta që kjo glukozë oksidaza e ban që peroksidin që gjendet tek mjalta, po në sasi janë të vogla normal, po që kjo jep çto aftësitë antiseptike që thamë mundesh me lyje, domethënë te infeksionet e lëkurës, nëse lyn me mjaltë atëherë arrihet shërimi, përdoret edhe si somezion vaginal apo te mukozat të ndryshme për me shëru disa smundje. Është përdorur të kaluamën tek na një mentaliteti që mjaltave shpihet çysh mu lyj me mjalt. Lejohet mu lyj me mjalt, lejohen edhe flokët mu lyj me mjalt. Edhe ftyra? Edhe ftyra. Në kaluamën disa vende te na nuk është përdorur, me përdorimin e mjaltës e kanë luftuar edhe domethënë infeksionet me parazit që janë kokë, me morra, me këto i kanë lyj edhe kanë arrit me shëruese, se çdo substanca që i ka mjalta i kanë mbytë ato vezët e morrave, edhe për atë arsye është përdorur edhe me lyerjen e flokëve, e permision edhe lëkurën e kokës, lëkurën e fytyrës, lëkurën e trupit të nësi e permision. Edhe shumë krema sot që përdoren, e sheti aty e kanë ishe edhe me mjaltë. Domethënë është element bazë për prodhimin edhe të kremave ndryshëm, element bazë për prodhimin e shrubave ndryshëm, element bazë për prodhimin e barnave shumë të rëndësishme që përdoren në mjekësi. Për atë arsye mjalta thash nuk e kisha fut në mjekësinë alternative. Mjalta është diçka specifike. Është një lang shumë i rëndësishëm, shumë specifik, i cili thash qumshti, mjalta dhe shiu konsiderohen 3 bereqetet më të mëdha që i ka lënë Zoti në tokë. Kulmi në këtyne është mjalta. Mjalta është seni më i madh. Gjithashtu mjalta përdoren ka dhe lipoza, fosfatoza acidike, vitaminat. Mjalta nuk ka shumë vitamina, po vitaminat që i ka, domethënë i ka vitamina natyrale, domethënë i ka B kompleks, domethënë këtu B1, B2, B3, B6, B7, B9, ka vitamin C, vitamin A, vitamin D, domethënë janë sasi më të vogla, por megjithatë ka vitamina. Vitaminat normal luajnë rolin e metabolizmin edhe funksionin nervor. Diçka që është pak më specifike që domethënë të kaluamën nuk janë studiu shumë, mjaltë janë gjetë edhe polifenolet, domethënë janë përbërë bimore si flavonoidet, fenolet dhe acidet fenolike që bletet i marrin nga nektari dhe poleni i luleve. Flavonoidet kryesor janë quercetin, kamferol, galangin, pinokambin, krisin, pingenin, luteolin, hesperin, nerigerin e tjera, nëse këto substanca japin fuqi antioksiduese mjaltës. Ndikojnë edhe në ngjyrën e mjaltës, domethënë disa prej tyre ndikojnë edhe në ngjyrën e mjaltës. Edhe acidet fenolike, acidi kafeik, acidi furilik, acidi kumarik, acidi galek, acidi glorogenik, acidi sipanik, këto acide e përfaqësojnë rolin antiseptik
dhe antiinflamator të mjaltës. Polifenolet, sa më errët që është mjalti, ka më shumë polifenol, si mjalti për shembull i gështenjes, manukës. Polifenolet kanë veti antioksidante të fuqishme duke neutralizuar radikalet e lira, antiinflamatore, ulin citokinat proinflamatora, antibakteriale, antikancerogjene. Domethënë mjalta tash ka shumë substanca që mos t'i lodhëm edhe shikuesit me emrin e këtyre substancave, janë shumë substanca që janë gjetë, po gjitha këto mjaltën e bojnë një lang shumë të rëndësishëm për cilën domethënë përdoruesit e mjaltës për një kohë gjatë sigurisht kanë mbrojtje edhe nga sëmundjet përveç sëmundjet inflamatore, sëmundjet infektive, kanë benefite edhe nga sëmundjet domethënë se mjalta ka substanca antikancerogjene që janë studime sipër, domethënë këto substancat antikancerogjene janë duke studiuar efekti tyne te kancerët, domethënë që janë gjetë këto substanca tek mjalta edhe kanë efekte të jashtëzakonshme te kanceri. Diabetikët a mund të përdorin mjalt? Kryesisht diabetikët e tipi 2 mund me përdorë në sasi caktuar me mjaltët duke monitoruar gjithmonë sheqerin, ndërsa diabetikët tip 1 këta duhet jenë pak më të kujdesshëm edhe pse këta përdorin insulinën, por duke përdorë mjaltën mund të rritet niveli i glikemisë në gjak, por gjithsesi nëse është mjalta shumë origjinal nuk ndikon shumë në rritjen e sheqerit. Por do të marrë një sasi më të vogël duke kontrollu, por nëse një mjalt ka ndërhyrjen tonë, atëherë i rritet sasia e saharozës, në njëjtën kohë gjatë zbërthimit rritet sasia e glukozës, atëherë personi do të me rrit sasinë e insulinës, edhe rritja sasisë e insulinës nuk është e mirë te diabetikët, domethënë, por gjithsesi mjalta ndoshta është embëlsuesi vetëm që preferohet ose lejohet më përdor te diabetikët në sasina të vogla. Si ta dim që është mjalta origjinal ose ku mund të gjejmë mjalt origjinal? Mjalta origjinal ka metoda, domethënë ka metoda zbulimit të mjaltës. Domethënë mjalta metodat ishin edhe në YouTube, domethënë nëse futet mjalta origjinal në ujë, atëherë ajo rrin e patretër derisa ne nuk bëjmë centrifugimin e saj. Nëse futet mjalta dhe ajo shkrinjet, atëherë konsiderohet se ka sasi të sheqerit brenda. Ka dhe metoda kur i te kalon palloma, domethënë vendosin disa shtesa të pallomës, nëse qitet mjalta edhe te kalon, atëherë tregon që është mjalta origjinal, nëse nuk e te kalon, atëherë tregon sheqeri, se sheqeri ka viskozitetin ndryshe dhe nuk e te kalon. Përdoret e metoda e djegjes, nëse një djegje e mjaltës qet sheqer, qet tim shumë, atëherë tregon që nuk është origjinal, sepse djegja e mjaltës qet një sasi më të vogël të tymit, apo ndoshta edhe fare. Ka edhe metoda që tash domethënë që metoda laboratorike, po ato janë pak më të kushtueshme edhe është problem pak për me ditë, domethënë që kjo diastaza është si enzim që gjendet e mjalta origjinal, ndërsa te mjalta jo origjinal nuk gjendet. Gjithashtu mjalta origjinal, konsumues të mjaltës origjinal të rregullt, ata me momentin që ja ofron një mjalt jo origjinal, ata e vrejnë. E dinë, domethënë me shijen që e përdorin, e vërtetojnë që ai mjalt nuk është origjinal. Mjaltat kanë shije ndryshme në varet prej lulave, prej nektarit që e marrin bletët, për shembull mjaltët malore, sepse shpesh thotë mjalt bio, po mjalt bio konsiderohet 3 kilometra rreth bletës mos me pas mbeturina apo banor. Domethënë që në Kosovë janë disa vende në Deçan ose në Bjeshtë të Sharrit që janë të rralla, që mjalt bio, 100% ajo, ose mjalt e lisit, domethënë se gjendet në një vend të largët ku s'ka banor, një bletë që është në zgavrat e trungive të mëdhaj që janë, atëherë konsiderohet origjinal, po dhe nëse çaj lis e ka një vend me banor afër dhe ai ka mujt potencialisht me shku me thith langjet që hudhen nga banorët, ajo domethënë e prish cilësinë e mjaltët. Por mjalta
e vendeve, Kosova ka mjaft vende të bukura që kultivojnë mjaltë, është zona e Deçanit, zona e Sharrit, Suareke, zona Kaçani, Kotonit e Lezit dhe një pjesë e Vitis ani, ndërsa rreth Shikni ka disa zona nga Llapi edhe nga kryesisht Kosova ka vende ku ka mjaltë cilësore, por duhet konsiderohet që personi që punon me mjaltë do të jetë ekspert, do të jetë i besueshëm. Kemi edhe në Prishtinë, për shembull, kemi persona të cilët unë sa i kam testu disa mjaltën, thashë unë edhe për fat mirë kam bletë edhe vetë, edhe normal kujdeset prindi për ato, po her pas here i ndihmoj, edhe që nga fëmijëria edhe kam jenë rrjedha domethënë. Po një përdorimin e mjaltës edhe punën me bletë, kam vrejtur domethënë pak vështirë me gjetë mjaltë origjinal, sepse her pas here verat janë jo të përshtatshme për bletën, domethënë pranvera vëndshme me shira është në disfavor të bletës, por ka zona të ndryshme në Kosovë që e kanë klimën e ndryshme, për shembull rrafshi Dugaxhinit kanjere ka klimën pak më ndryshe se Kosova, por gjithsesi duhet me pas kujdes mjaltën. Këtu një djalë që unë e kom hasë që ka mjaltën e mirë, kë djali Astriti, e kom testu disa mjaltën e tij, më ka pëlqyer mjaltën, e ka një mjaltë mirë. Tash ai ka blet në disa zona, i ka blet të vendosna, po nuk do të thotë që është veç ky, ka dhe bletar tjerë të mirë. Po ka njëherë pe importi që na vjen nga Serbia, nga këto, unë jam pak skeptik, sepse shpesher e kom marrë, e kom qyre, e kom testu mjallën, më ka dalë që s'është e mirë. Edhe shpesher dhe këta që dalin për rrugë me shit mjallët, disa s'kem institucione me i kontrollue, se shpesher ata bon danshëm, si thash të sheqerashin, nëse ti jep një mjallë që është me sheqer, ti shkakton dame personit, se kryesisht shumë njerëz e marrin mjaltën edhe për efekte kurative. Nëse ti e shet një mjaltë që s'ka vlera të mirëfillta, atëherë ti po i bën dam. E për arsye gjetja e mjaltës origjinal është një mrekulli në vete. Nëse ti gjon mjaltë origjinal, atëherë ke ndihmu qoftë nëse e përdorin prind ose gjeneratat e mëshme, atëherë ndikon pozitivisht. Atëherë doktor, besoj që mjaftueshëm kemi folur për mjaltën, sepse si temë është sigurisht e gjerë, mjekësia alternative, por përshpresojmë që do të takohemi edhe herë të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për ftesën. Të nderuar shikues, takohemi në emisionin tjetër deri atëherë mirëmbëjtje.